Ka thonë Rasulullah alayhi salam, shembulli i shokit mirë është sikur shembulli i atina i cili shet parfym. E shembulli i shokit keq është sikur shembulli i atina i cili fryn thëngjillit, çmyret, e ke pa që i fryn edhe ka zjarm aty. Nëse rrin me këta i cili shet parfym, kë ose ta jep me provue, ose e blejmë prej tina, po në qofë se as nuk ta jep me provue, as nuk ta jep dhurat, as nuk mënesh me blej prej tina, kur dalsh spaki tjetë pak era e mirë. E në qofë se shkan të ky i cili i fryn thëngjillit, ky ose ka me ta kall teshën, po në qofë se të pështon tesha pa kall, atër ka me të met një ere keqe. Mos e keq kuptan dikush. Nuk jem të fol për njerin i cili i fryn thëngjillit, kjo është njeri keq. Jo, jem të fol për shembullin e shokit mirë e shokit keq. Shoki mirë edhe në qofë se sën t'jep dhurat, sën t'niman kur gja, kur t'resh me ta, t'alen një far eret mirë, t'alen nerën, t'alen ftyrën, nuk bëhesh hor me ta. E shembulli i shokit keq, ose t'i kall tesha, ta kall shpinë, ta hallakat krejt, t'hargjit me qa ka, t'ban hor me qa ka. Po në qofë se një me kur gja s'ka mujt me t'ba, t'alen një far eret keqe, kusht ka pa të nejt me ta, e din që diqka ka të ti prej tina. T'kalan diqka në e farrahmet keq. Kjo është shembull të cilën e ka sjellë Rasulullah alayhi salam. Allah na shoqëroft gjithmonë me njerëz të mirë.